19 nëntori është data e fundit kur duhet të votohet Glau Konjufca dhe qeveria e tij. Zërat janë të ndryshëm si nga ana opozitës ashtu edhe opozitës, nëse Kosova do të ketë qeveri ose vendi do të shkojë në zgjedhje. Ndërkohë, politologu Melazim Koci në një lidhje virtuale me televizionin Syri vlerëson se formimi i qeverisë udhëhequr nga Glau Konjufca do të varet nga gatishmëria dy kampeve politike për të lëshuar pe. Sipas tij, situata aktuale politike kërkon fleksibilitet, pasi asnjëra palë nuk i ka numrat e mjaftueshëm për të imponuar vullnetin e vet. Ende ka gjasa që të miratohet qeveria pakicës së zotit Konjufca, por për këtë duhet kompromisi dyanshëm. Në njërin anë opozita duhet ta kuptojë që data 21 ose 28 dhjetor nuk është në favorin e Kosovës, sepse zgjedhjet në atë periudhë mund të prodhojnë zgjedhje tjera pas vetëm 3-4 muajsh dhe mund të fusin Kosovën në krizë, blokadë financiare dhe krizë institucionale. Çfarë duhet bërë në bindjen time? Opozita duhet të shfaqë gatishmëri për të votuar qeverinë Konjufca, pra të ofrojë 5 vota, por njëkohësisht duhet lëvizje edhe nga vetëvendosje. Nëse vetëvendosje kërkon votimin nga opozita të qeverisë së saj për 4-5 muaj, ajo duhet të rrezë dorë nga premtimet që i ka bërë zoti Kuti për rritje pagash, shtesave sociale dhe të tjera, sepse në të kundërtën kjo tingëllon si fushat zgjedhore. E nëse kjo nuk ndodh, rrezikohemi që të kemi 2 palë zgjedhje brenda pak muajsh, ka shtuar politologu Koci. Nëse nuk gjendet ky kompromis, unë ndruaj se Kosova do të ketë brenda 4 muajve të ardhshëm 2 palë zgjedhje dhe gjasat që Kosova të bllokohet në planin financiar janë shumë të mëdha, sepse nuk do të ketë mundësi për të miratuar buxhetin e ri, i cili mund të ndoshta të shtyhet deri në mars, por jo më shumë. Vendi rrezikon të hyjë në një fazë të re tensioni politik nëse negociata dështojnë, duke ndikuar drejt për drejt në funksionimin e institucioneve dhe agjendat e reformave, ka shtuar mes tjerash Koci. Kjo pasi do të mund të mbetemi pa president e pa kryeministër. Kosova rrezikon të futet në kaos institucional, sepse nga shkurti i vitit të ardhshëm mund të mbet pa kryeministër me kompetenca të plota, pa presidente me kompetenca të plota dhe pa gjykat kushtetuese funksionale, sepse njërit nga gjykatësit i skadon mandati dhe gjykata kushtetuese nuk do të ketë kvorum për të vendosur, pra do të jetë jo funksionale dhe praktikisht Kosova do të futet në të dyjat, në blokadë financiare dhe kaos institucional. Kujtojmë se nëse deri në këtë datë nuk arrihet votimi me sukses, me 20 nëntor presidentja duhet të shpërndajë kuvendin duke hapur rrugën për zgjedhje të reja.